Alarm mbi sigurinë ushqimore në vend pas manderinave, specave me pesticide dhe filetove me salmonel, dy produkte të tjera të rrezikshme kanë konsumuar shqiptarët. Qumshti me substanca kancerogjene dhe sheqer palme i kontaminuar me dioksid zgjufuri. Një 30 vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën në ambientet e paraburgimit në Greqi. Andon Berberi vdiq 2 ditë pas ndalimit nga policia greke. Gjithnjë me pasigurt po bëhet jeta e shqiptarëve për shkak se krimi i organizuar vepron pa u ndëshkuar dhe viktimat shpesh janë të pafajshme. Përballë kësaj situate alarmante, institucionet shtetërore heshtin. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Problemet me sigurinë ushqimore në Shqipëri sa vinë dhe shtohen. Pas manderinave me fosmet, filetove të pulës me salmonel, së fundmi shqiptarët kanë konsumuar qumësht të kontaminuar me aflatoksin gjatë vitit 2024 dhe në fillim të këtij viti. Aflatoksina është një substancë kancerogjene që kalon në qumësht nga bagëtit që ushqehen me drithra të mykur, duke sjellë shqetësime serioze për shëndetin e njeriut. Problemet me sigurinë ushqimore në vendin tonë vijojnë të thellohen. Një tjetër rast shqetësues është bërë publik këtë javë. Qytetarët shqiptar kanë konsumuar qumësht të kontaminuar me aflatoksin gjatë vitit 2024 dhe në muajt e parë të 2025-s. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka konfirmuar se janë analizuar 26 mostra qumshi në periudhën janar 2024-prill 2025. Nga këto, 10 mostra kanë rezultuar të pasigurta për konsum, pasi kanë tejkaluar normën e lejuar të aflatoksinës M1, një substancë toksike që përbën rrezik për shëndetin e njeriut. Sipas të dhënave zyrtare të AKU-s, në vitin 2024 janë identifikuar 2 mostra me përqindje të lartë të aflatoksinës. Në periudhën janar-prill 2025 janë zbuluar 8 mostra jo konforme. AKU thot se pas konstatimit të rasteve janë marrë masat administrative sipas legjislacionit në fuqi, përfshirë ndalimin dhe asgjësimin e produkteve të kontaminuara, si dhe gjurmimin e origjinës së produktit deri në fermë, por sasia e konsumuar nuk dihet ende. Çfarë është aflatoksina dhe pse është e rrezikshme? Aflatoksina është një toksinë prodhuar nga myku që rritet kryesisht në drithra si misri dhe gruri. Këto ushqime konsumohen nga baktit. Aflatoksina kalon në qumshin e tyre. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kjo substancë është klasifikuar si kancerogjene dhe ndikon negativisht në funksionin e mëlçisë dhe veshkave. Ky rast i fundit i ndotjes me aflatoksin i shtohet një sër incidentesh të ngjashme me produkte të tjera ushqimore, si pulet me salmonel apo frutat dhe perimet të kontaminuara me pesticide. Siguria ushqimore në vend është në gjendje alarmante. Sipas sistemit evropian të njoftimit të shpejtë për ushqimin, në tregun shqiptar është përndar sheqer palme i kontaminuar me dioksid zgjufuri. Kur autoriteti kombëtar i ushqimit nisi kontrollin në terren, për këtë produkt u konstatua se ishte shitur e gjithë sasia. Një tjetër rast alarmi për sigurinë ushqimore ka shpërthyer në Shqipëri. Sipas sistemit evropian të njoftimit të shpejtë për ushqimin, RASFF, në tregun shqiptar është përndar sheqer palme i kontaminuar me dioksid zgjufuri në nivele më të larta se ato të lejuarat. Produktet palm sugar të prodhuara në Tajland dhe të importuara nga Holanda u konstatua se përmbajnë alergen të rrezikshëm për shëndetin mbi normat e lejuara. Sipas mediave, pas njoftimit nga RASFF, më 10 prill të këtij viti, autoriteti kombëtar i ushqimit ndërmori një kontroll dhe zbuloi një detaj interesant, që produktet ishin shitur të gjitha. Po, e lexua saktë, pas gjithë shqetësimit për dioksid zgjufuri, ajo që u zbulua ishte thjesht se ato ishin shitur te konsumatorët pa asnjë mundësi për të ndaluar veprimin në kohë. Si përfundim, autoriteti kombëtar i ushqimit njoftoi se megjithatë procedura është ndjekur sipas kontrollit të RASFF. E megjithatë duket se protokolli është kontrollojmë dhe sapo të gjejmë që është tepër vonë, e shpallim mision të kryer. Po siguria e konsumatorëve, ndoshta ajo është për të kontrolluar herë tjetër. Një 30 vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën në ambientet e paraburgimit në Greqi 2 ditë pas ndalimit të tij nga policia greke. Vdekja e shqiptarit ka shokuar komunitetin shqiptar atje, të cilët së bashku me familjen e viktimës kërkojnë të zbardhet e vërteta. Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar në Kret këtë të premte. Një 30 vjeçar me origjinë shqiptare ka humbur jetën në ambientet e paraburgimit në Hania. Sipas informacioneve të siguruara nga redaksia jon, viktima Andon Berberi ishte arrestuar 2 ditë më parë nga policia greke.
pasi u kap në posedim të një sasie të lëndëve narkotike. Ai po mbahej në paraburgim në pritje të procedurave të mëtejshme gjyqësore, ndërsa ditën e djeshme familjarët janë njoftuar përmes një mesazhi se Andoni ka ndërruar jetë si pasojë e një arresti kardiak. Një shqiptare që jeton në Kret prehet e tronditur nga ngjarja, duke thënë se komuniteti kërkon të zbardhet plotësisht e vërteta dhe që hetimet të jenë transparente. Sipas saj, rrethanat e vdekjes i ngjallin dyshime, pasi humbja e jetës ndodhi vetëm 2 ditë pas arrestimit. Andoni ishte baba i 2 vajzave të vogla binjake dhe kishte jetuar në Greqi që nga mosha 2 vjeçare. Familjarët e tij kanë kërkuar autopsi për të zbuluar shkakun e saktë të vdekjes, por autoritetet greke kanë njoftuar se rezultatet priten në datën 22 prill për shkak të vonesave që lidhen me festimet e Pashkës. I njëjti burim thekson gjithashtu shqetësimin për mënyrën se si policia greke trajton shtetasit shqiptar, duke ngritur akuza për qëndrime raciste dhe keqtrajtim në institucionet e paraburgimit. Ndjenja e pasigurisë në vend është ndëruar në një realitet të përditshëm ku krimi i organizuar vepron pa u ndëshkuar dhe viktimat shpesh janë të pafajshme. Përballë kësaj situate alarmante, institucionet shtetërore heshtin duke reflektuar një mungesë totale të përgjegjësisë dhe reagimit. Në Shqipëri sot ndjesia e pasigurisë nuk është më një emocion kalimtar, por një gjendje e përhershme, e ulur thellë në nënvetdijen e çdo qytetari. Askush nuk ndihet më i paprekshëm, qoftë në rrugë, në lokal, në makina apo në dhomën e vet. Ideja se plumbi mund të vijë pa paralajmërim është bërë realiteti i heshtur dhe i pranuar, sikur të ishte pjesë e përditshme e jetës tonë urbane e rurale. Ngjarjet kriminale nuk janë më lajme të rënda, janë pjesë e përditshmërisë. Ekzekutive me pagesë, atentate në mes të ditës, shpërthime, viktima të pafajshme të kapura në mes të llogarive të pista. Të gjitha këto po ndodhin me një ritëm të tillë që as nuk të shokojnë më. Të nesërmen e një atentati, njerëzit flasin për në çfarë ndodhi, me kë kishte lidhje viktima, ishte me precedent, dhe nëse del që nuk ishte, shpërndahet me lehtësi ideja më e frikshme, që edhe i pafajshmi mund të vritet pa problem. Kjo është Shqipëria që po ndërtohet në heshtje, një vend ku krimi nuk të gjen vetëm kur je pjesë e tij, por edhe kur je thjesht në vendin e gabuar, në momentin e gabuar. Dhe ky vend i gabuar po bëhet gjithnjë më shpesh kudo. Ironia e të gjithë kësaj tragjedie, në vend të një debati të gjerë publik, një tronditje kolektive, një revolte për drejtësi, kemi një shoqëri të anestezjuar, kudo e ndjen frikën, por askush nuk pyet pse ndodhi, kush e lejon, apo kush mban përgjegjësi. Politika është e zënë me fushata imagjinare dhe lojra pushteti, drejtësia në pritje që zgjat me dekada, policia e lodhur me konferenca për shtyp. Ore po ky Ilir Proda, drejtori i përgjithshëm i policisë të shtetit, a është gjallë vallë, apo është futur në ndonjë azil meditimi në Himalaje dhe s'na e ka thënë? Shqipëria po i ngjan një film i mafios pa skenar, me atentate që ndodhin si me orar, dhe Proda duke sigurosh në pushime të përhershme në botën e qetë ku krimi nuk ekziston. Nuk jep një deklarat, nuk del në terren, nuk ngre zërin, ndoshta sepse është i zënë duke bërë garë me Lul Bashën se cili prej tyre ka më shumë orë gjumi në CV. Madje nëse ndonjë ditë sulmohet godina e policisë, nuk do të qetë shurdi që të dëgjohet ndonjë zë nga brenda, mos bëni zhurmë se drejtori po fle. A i bën do kujt për shtypi kjo gjë, apo është më e lehtë të ndezësh televizionin e të shohësh në një emision kazan? Babai i një vajze të vogël ka dhënë një mesazh të rëndësishëm mbi dashurinë ndaj kafshëve. Ai thotë se fëmijët duhet të mësohen të duan kafshët që në vegjëli dhe se dhuna ndaj kafshëve nuk është thjesht një akt i turpshëm, është një pasqyrë e një shoqërie që ka humbur ndjeshmërinë. Mësojeni fëmijët të duan kafshët, jo t'i tremben, jo t'i dhunojnë. Ky është mesazhi i një prindi para protestës kundër dhunës ndaj kafshëve. Ky është një qenush i rasës Alabaj, 11 muajsh e 20 ditë, ende këlysh. Është rritur me dashuri dhe ja kthen çdo njeriu. Në këtë foto është me vajzën time, por në fakt nuk ka fëmijë para shkollës 8 vjeçare ku jetojmë, që nuk e përkëdhel, luan me macet, me qenë të tjerë, me të gjithë, shkruan babai i vajzës së vogël. Ky është shembulli si ndërtohet një shoqëri e ndjeshme. Duke nisur nga fëmijët, nga familja, dhuna ndaj kafshëve nuk është thjesht një akt i turpshëm, është pasqyrë e një shoqërie që ka humbur ndjeshmërinë. Një eksperiment në Universitetin e Teksasit tregoi se vetëm 14 ditë pa internet në telefonin tuaj mjaftojnë për të përmirësuar ndjeshëm shëndetin mendor, përqendrimin dhe mirëqenien emocionale. Ky studim thekson rëndësinë e shkëputjes periodike nga përdorimi i pakufizuar i teknologjisë për të rikthyer balancën dhe qetësinë në jetën tona.
Një eksperiment i zhvilluar nga Universiteti i Teksasit ka zbuluar diçka befasuese. Mjaftojnë vetëm 14 ditë pa akses në internet në telefon për të përmirësuar ndjeshëm shëndetin mendor dhe përqendrimin. Sipas studiuesit Ardian Ward, pjesëmarrësit përjetuan një test të fortë pozitive, sikur truri i tyre ishte rinovuar me një dekadë. Në studim morën pjesë mbi 4.000 persona me një moshë mesatare 32 vjet. Ata nuk ishin leje të përdornin internetin në telefon për 2 javë, por mund të përdornin telefonin dhe të dërgonin mesazhet. Rezultatet, 91% e tyre raportuan përmirësim të dukshëm në gjendjen mendore, më pak lodhje, më shumë fokus dhe qetësi emocionale. Gjatë kësaj kohe, shumica ju rikthyen aktiviteteve si leximi, vizatimi, takimet me familjarë dhe miq, si dhe koha në natyrë, gjë që ndihmojnë në rikthimin e qetësisë mendore dhe kreativitetit. Sipas studiuesit Ward, problemi nuk është interneti vetë, por mënyra e pakufizuar se si ne e përdorim atë. Ky eksperiment është një sinjal alarmi për të gjithë. Ndonjëherë mjafton një pushim i shkurtër për të rikthyer balancën dhe ndjesinë njerëzore në jetën tonë. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.